Krejt të ndryshme. Krejt të ndryshme. Më pyete, a i ke thënë, a kujtohet që i ke thënë, të thash, nuk mbaj mend eksaktësisht këtë, po Ram Geci është një njeri që e ka telefonin tim në dispozicion 24 orë 24, si që kanë të tërë ata që krijojnë punë dhe japin punë Republikën e Shqipërisë, se unë nuk jam këtu një hugardhi, po jam këtu pikërisht për të mbështetur, për të ndihmuar, për të nxitur të gjithë. Jo për t'ju dhënë tendera, as për t'ju dhënë gjëra që nuk ju takojnë, as për t'ju thënë jepi këtij, jepi atij, por për t'i mbështetur. Kuptove? E kam takuar kompaninë turke, kam takuar shumë kompani turke, kam takuar edhe të kompani dhe i takoj të gjitha kompanitë dhe nuk dua të di fare se çfarë thot njëri e çfarë thot tjetri. Dakor? Këtu jemi në një territor që unë nuk kam dëshirë të hyj, sepse pastaj e përsëris i bie që unë të futem në tenxhere. Unë në tenxhere nuk hyj. Ju e mund më fusni në tenxhere, po jo në prezencën time. Kur unë nuk jam, juve e bëni këtë, më fusni në tenxhere, më përziheni me gjithë llojet e ingredientëve, më nxirrni të zi, më nxirrni të kuq, më nxirrni të djegur, më nxirrni të kalbur, më nxirrni si doni. Këtu unë në tenxhere nuk hyj. Përgjigjen ta dhash, të falenderoj. Kush e do mikrofonin? Po. Përshëndetje, Ergyz Gjençaj, e News 24. Zotë Kryeministër, më 18 dhjetor 2023, Këshilli Rregullor i Mandateve dhe Imunitetit shqyrtoi kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të deputetit Sali Berisha. Dhe qëndrimi i Partisë Socialiste, i kreu të grupit parlamentar të Partisë Socialiste të asaj kohe në mbështetje të kërkesës SPAK ishte duke cituar raportin e Komisionit të Venecias të 2014-s, në cili fliste për standardin e heqjes së imuniteteve të parlamentarëve. Dhe kreu grupit parlamentar të Partisë Socialiste deklaroi, duke referuar Komisionit të Venecias atij raporti, organi parlamentar që shqyrton kërkesën e imunitetit nuk duhet të bëjë një vlerësim ligjor të çështjes, vetëm shikon nëse ka përmbajtje politike kërkesa. Pyetja ime është përse disa ka një standard tjetër për një rast tjetër, pse është më tepër barabartë para ligjit të zonja Balluku dhe nuk keni ndjekur të njëjtin standard. Çfarë po thua, s'po të marrësh? Ne e para punës ti nuk di fare çfarë do ndjekim ne herë, si fillim. Këtë do ta dëgjosh kur të vi dita. E dyta, të shpjegova dhe ju shpjegova që parlamenti nuk është noter. Dakor? Kështu që qa po më kërkonte, ku po do me dalë tash, s'po të marrë vesh. Në një rast kemi gjykuar ashtu dhe kemi thënë atë që kemi gjykuar. Këtë rast do gjykojmë dhe do themi atë që do gjykojmë. Çfarë problemi keti? Ku e ke hallin? Pse e djeg pyetjen kot, është konferenca e fund vitit. Zotë Kryeministër, ju renditë disa problematika për mënyrën se si funksionon drejtësia në Shqipëri. A i paraprin kjo një përpjekje nga ana juaj për të ndërhyrë në ligjet e reformës në drejtësi në sezonin e ardhshëm parlamentar? Faleminderit. O zonjë, unë do shpresoja shumë që ju për shumë personalisht këto që thash unë për gjendjen katastrofike të burgjeve në Shqipëri, ku ka më shumë njerëz të padënuar se sa njerëz dënuar, ta merje, edhe të thellohesh edhe t'i bëje Republikut një reportazh dinjitos, me fakte. Tani çfarë lidhje ka kjo me ligjet e reformës drejtësi? Çfarë lidhje ka? Unë nuk mund të jem kryeministri i një vendi ku ka më shumë të paraburgosur se sa të dënuar dhe të rri pa folur. Pse? Se juve mund t'ju shkoj mendja, ose kujtdo që mund t'i shkoj mendja, që unë po e them këtë se dua të dal atje. Unë dal atje pa i rënë gjatë fare, se nuk kam edhe
shumë vite si që kam pas për para, për të humbur me lafe e për ta kap veshin mbrapsht. Ligjet e reformës në drejtësi janë aty, reforma në drejtësi është aty, por që drejtësia në Shqipëri ka probleme të mëdha, kjo nuk diskutohet. Reforma 10 vjet ka, ndryshimet 10 vjet kanë. 10 vjet janë një hiq asgjë në historinë e një shteti dhe në historinë e një pushteti. E kam thënë dhe herë tjetër, pushteti ekzekutiv ka më shumë se 100 vjet, po pushteti ekzekutiv në Shqipëri nuk është i pakritikueshëm apo jo. Sot nuk është absolutisht për të futur në tenxheret tuaja, po juve e fusni, sa të punë keni. Po nuk është i pakritikueshëm. Tani si mund të jenë pakritikueshëm protagonistët e një pushteti që ka vetëm 10 vjet, janë të kritikueshëm që ç'kemë atë punë. Dhe kritikat janë të gjitha konstruktive, ndërkohë që çfarë i takon atyre, nuk na takon ne. Çfarë na takon ne, nuk i takon atyre. Dhe nëse do ketë nevojë për të bërë përpara burgimin një herë, sigurisht që ka nevojë për ndërhyrje. Si? Shifini ato që thonë, që thotë Këshilli i Evropës, që është për definicion institucioni më i madh ndërkombëtar për liritë dhe drejtat e njerëzit. Shifini çfarë thotë. E pranoni ju këtë, ju duket bukur kjo që Shqipëria tjetë e fundit fare në listë e të ketë vetëm Rusin mbrapa për brutalitet edhe për vërsi. Po shiko, u vra një kriminal i dënuar me burgim përjetshëm mos gabohem, nga një tjetër i dënuar me burgim përjetshëm mos gabohem në burgun e Peqinit. Po si mor prokurori i merr gjithë policët e turnit dhe i fut në burg? Po çfarë është kjo? Ku jemi këtu ne? Shkon i merr gjithë policët e turnit, i fut në burg, i para burgos domethënë. I dënon ai të gjithë policët. Pa dashur të di fare se administrata e burgut funksionon me turnet e veta, me burimet e veta njerëzore, pa dashur të di fare se këta njerëz janë familjar, se janë prindër, pa dashur të di fare se mes tyre mundet të ishte që nuk rezultoi gjykundë dhe i fajshmi, po ka të pa fajshmi, jo më i mori i futin burg gjithë grup. Ku qa është kjo? Qa është shteti i drejtës është kjo? Qa është kjo? E pranoni ju këtë? Ha? Ju keni, Mesjush ka pronar që janë evazor të mëdhenj fiskal. E pranoni ju këtë, e pranoni ju që për llogarit pronarit të vinë t'ju kontrollojnë juve të gjitha banesat se mos keni të fshehur në gjë në shtëpia që i takon pronarit ose që pronari ja ka dhënë ta fshihin. E pranoni këtë? Çfarë është kjo? Çfarë janë këto? Këto janë probleme. Dhe këto probleme duhen diskutuar, duhen folur. Se ne e kaluam njerë, ja u thash, traumën e pare e kaluam me dhunë, kur unë isha në moshën tuaj. S'mund të kalojmë prapë, se mentalitetet e vjetra, smundit e vjetra, pak gjë duan dhe zgjohen, kur vjen puna tek mënyra si veprojnë shtetet. Shtetet që nuk janë akoma të konsoliduara. Kështu që... Por, një gjë është e sigurt. Ne nuk prekim thelbin në asnjë rast dhe për asnjë arsye. Dhe thelbi është që ne jemi këtu për ta garantuar këtë proces. Procesin e luftës së pavarur nga pushteti ekzekutiv kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Shpresoj që lufta kundër korrupsionit të sofistikohet dhe të luftohet korrupsioni, jo
prerja e pemëve, duke kap veshin mbrapsh. Të futet në statistik. Pra, duhet balancim. Kjo është pak po është e sigurt. Pyetje tjetër ka? La Muslima nga Report Televizion. Zoti Kryeministër, ju flisni shpesh për përgjegjësi personale, përgjegjësi individuale, kur drejtësia afrohet apo godet familjen tuaj politike apo zyrtar të lartë publik. Megjithatë, pavarësisht përgjegjësisë që duhet jetë është individuale dhe këtë e vërteton drejtësia, duhet ju pyes në lidhje me luftën antikorrupsion që bëhet paralelisht nga ekzekutivi apo nga institucionet tjera të brendshme. A mendoni ju se ka funksionuar sistemi i luftës antikorrupsion, sistemi i brendshëm që keni ngritur ju përballë një realiteti që ne shohim kur gjithnjë e më shumë familja juaj goditet nga SPAK, dhe për të qartësuar edhe pak më shumë dhe për të vazhduar pyetjen e koleges, do të kemi një rishikim të kodit procedurës penale sa i takon çështjes paraburgimeve që ju ndalët gjatë dhe rishikim të veprës penale të shpërdorimit detyrës ashtu siç po kërkon Bashkimi Evropian? Faleminderit.